Dua të ndaj një shqetësim që se kam thonë asnjëherë në këtë proces zgjedhor. Dhe sidomos në këto komuna si Gostivarë dhe Vrapçisht që na është bërë me hile. Përveç që është përdor në komuna tjera inxhinieringu, këtu është përdor një mjet tjetër sabotazha, bojkoti që ne të mos triumfojmë në rrethin e parë të zgjedhjeve. Dua të ndaj këtë shqetësim që nuk e kam shfaq. A thua do shkilet besa e dhonë. Dua të falenderoj çdo aktivist, Bashkimit Demokratik për Integrim, të Aleancës Shqiptare që kanë punu, që kanë vepru, të gjithë bashkarisht për shpinë e për bashkët dhe për të ruajt besën e dhanë. Kjo ka qenë shumë e rëndësi dhe këtë kam dashur që ta ndaj me ju dhe me gjithë qytetarët në Republikën e Maqedonisë që na i duan të mirën dhe punojnë për të mirën e tyre. Faleminderit, urime të gjithë dhe suksese, shnet Zoti na ndihmoft. Faleminderit.